Nuk është e lehtë të jesh femër në biznes në Shqipëri, edhe pse publiciteti bëhet shumë i bukur. Problemi më i madh me të cilin përballesh është ai mosbesimi, që ne tregojmë në një produkt i venas, jena shumë mosbesues në një produkti që bëhet made in Albania, por siç thash, me një ngulmim, me një pasion për me i çu gjanat deri në fund, ata që ti don më shumë ti realizon edhe i ka përcjell këto vështirësi. Vështirësitë financiare pastaj janë si gjithmonë. Unë as i qenë sapun s'kisha gjendje, edhe kam pas një nip të hapun, që unë kur e mendoj sa tham, nuk e di çka kam dash me bë. Por ajo ka qenë gjoja më e mirë që kam bë për punën time, se më ka hap rrugë në shumë vende. Formalizimi, po. Kam qenë ballhape, kam shku në çdo biznes të mundshëm, edhe pse s'kisha kapacitet, kam shku në çdo biznes të mundshëm për me kërku bashkëpunim. Në fillim, askush nuk besonte që sapuni bëhet këtu, nuk besonte që është sapun mirë. Pastaj, me kalimin e kohës, produkti u përqafu madje edhe sinqerisht është një ndër gjanat që më ka surprizu, mënyra se si qasja njerëzve ndaj një produkti venas, edhe pse jo shumë herë misor apo jo shumë herë inkurajues, por me ngulmim gjithçka arrihet dhe shkon në destinacionin e vet. Startuam me hapa të vegjël për të rritur vit pas viti. Sot kemi një produkt që njihet si brenda dhe jashtë vendit, kjo vlen për mu theksu, është një suvenir tipik shqiptar, një produkt me 0 kilometër, dhe shitet si një produkt në aeroportin e Rinasit, si një suvenir i mirëfill shqiptar dhe në çdo dyqan suveniresh të një standardi të caktuar. Përdorim kryesisht lavandën, sherebelen, çajin e malit ose rigoni kuq si e njihni në gjuhën më standarde, edhe trëndafilin, portokall kanell, veç me vaj ullirit, këto janë kryesisht sapunat që ne kena. Kjo don minimalisht 24 orë me ne këtu në kallip të veta. Masa në momentin që i heq, duhet me i prej dhe me i vu në rafte që ju do t'i shifni tashi, me i stazhinu, edhe për rreth 40 ditë, një muj 40 ditë maksimumi, ato janë gati për përdorim.